Përshëndetje të gjithëve, unë jam Dorina Shamo, drejtuese të gjithë qendrave Frontera dhe Sipërmarrëse. Sot në podcastin e dytë kam të ftuar zotin Azem Tahiraj për të treguar historinë që ne njihemi bashkë dhe patjetër historinë e Fronterës në podcastin e dytë. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Dhe gëzohem që gjej një fronterë ashtu siç e kisha shpresuar që do të ishte në vazhdim. Unë dua ta filloj që në fillim që ne të dy njihemi. Patjetër. Patjetër ka një arsye që Frontera nga zonja Migena kalon në autorsinë tuaj dhe unë doja të pyesja pse ju blini një investim të tillë, ishte më shumë një biznes fitimprurës apo një dëshirë juaja për të futur në një lloj tjetër të biznesit që ju kryeni, sepse ju jeni biznesmen edhe patjetër që Në fakt nuk ka një arsye, në atë kohë kishte dy arsye. Arsyeja e parë ishte se unë vija nga fusha e mjekësisë dhe e dyta ishte një njohja ime që një vajzë kishte pasion. Kjo ishte, nuk kishte ndonjë arsye fitimi, unë kisha disa biznese të tjera që atëherë, kjo ishte arsye, do me thonë doppio arsyeja. Në atë kohë. Double. Frontera kur ju e merrni ishte shumë më e vogël, sepse Frontera që ishte në fillim dhe për cilën unë e kam gjetur më pas. Sillte kjo një vështirësi në ato kohë që ishte klasifikuar më shumë si një spa, si një parukeri spa në atë kohë. Nga vetë emri, Frontera, që do të thot kufi, në fakt estetika në Shqipëri në ato vite, filloi të bëhej një kufi pa kufi. Shqiptarët ishin tetur për të bukurën. Kjo ishte mbase edhe tërthorazi një arsye e tretë që unë vendosa që Fronterën ta marr nga zonja Migena e kam marr, ka qenë edhe një zonjë tjetër që mbase tani kanë Merita, bravo. Dhe ta çoj, mendova që do shkoj në një nivel më lart, mendoj që vajti, pastaj duke kaluar tek ju, mendoj që bëra zgjedhjen më të duhur. Frontera është sot emër suksesi, nuk ka nevojë për shumë reklam, sepse reklamën ja keni bërë ju me punën që bëni. Kur ne të dy, ne kemi një histori shumë të çuditshme. Unë blej lazerin e parë të epilimit dhe vendos në klinikën time, në klinikën komune e Parisit, që ishte klinikë mjekësore dhe patjetër e vështirë për të konceptuar që një lazer epilimi në 2017 të vendosej në një klinikë mjekësore. Kjo sillte nevojën që unë kërkoja një ambient, që duhet me patjetër të ishte jo klinikë mjekësore, thjesht një ambient. Njihem me djalin tuaj dhe ai në mendjen e tij padyshim për ta shitur biznesin, që sapo ishte investuar, ishte në gjendje shumë të mirë kur unë e marr në 2019-ën. Ju vendosët të mos e shisni. Po. Kush ishte arsyeja? Ajo që thash në fillim, vija nga fusha e mjekësisë, mbas edhe nuk kisha edhe nevoja ekonomike, vija shpesh herë vetëm këtu. Dhe kënaqesha, ishte një kënaqësi e brendshme. Nuk e kisha menduar asnjëherë për të shitur. Erdhët ju, ishte gjë më e mirë që i ndodhi kësaj qendre, dhe faktet janë reale sot. Si ndjehesh ti tani që je tek Frontera e ndryshuar? E thash. Përderisa bëra zgjidhjen më të mirë, ndihem absolutisht shumë mirë, perfekt. Shpesh herë ka dhe një bashkëpunim midis nesh që ka miq, menaxher apo kolegë që ju sillni. Çfarë eksperiencë kanë pasur ata me ne? Ata flasin fjalët më të mira. Kjo është fjalë sinqeriteti nga unë. Fjalët më të mira. Ata një shprehje, një klienteje që s'do ta harroj asnjëherë më tha. Slogani shumë i bukur. Sot Frontera meriton sloganin. Të jesh e bukur është fat të bësh Frontera. Të falenderoj shumë sepse siç ti dhe e ke provuar edhe vetë që dhënia e shërbimit është një vështirësi më vete për të zhvilluar apo është një problematik çdo ditë, është një sfidë çdo ditë për
për të rritur më shumë, për të përqafuar teknologji të reja, për të sjell më të mirën dhe për të bërë hapa pas me qendrat e tjera, me klinikat e tjera. Dhe kjo padyshim sjell vështirësitë e veta. Por biznesi në vetvete është një vështirësi tjetër dhe ju keni disa biznese të tjera. Sa e vështirë është për ty të jesh në atë botën tjetër të biznesit? Një ndër sloganet që më ka pëlqyer gjithmonë është bëje mirë, bëje vetë. Ky është çelësi dhe thelbi i biznesit. Unë nëse do kisha kohën e duar dhe të gjeja angazhimit, mbase do ta vazhdoja vetë, nuk kisha. Sidomos në këtë lloj biznesi duhet të jesh shumë korrekt, shumë strikt, duhet të jesh i pranishëm. Ky lloj biznesi pa praninë e atij që e ndjen brenda është i vështirë. Mendoj që ky biznesi pa pasion nuk bëhet. Nuk bëhet. Sepse pikërisht kërkon do të jetë shumë pasionanti, vazhdimësia që ta ecë ky lloj biznesi. që të mbahet akoma për. Po. Po në bizneset e tjera të tuat, është e vështirë? Ose çfarë vështirësisë gjen ti sot në për bizneset e tjera që nuk janë të botës së estetikës, po janë të fushave të tjera? Biznesi im kryesor sot është importi. Unë prap kam ngelur pak a shumë në atë fushën e së bukurës. Për shembull, importoj që nga orat, aksesorët, çanta. Çfarë shikoj tek klientela ime? Janë të prirur vërtet mbas të bukurës. Dhe unë mendohem të jem dhe mendoj që kam qenë shumë i kujdesshëm në këtë fushë. Çdo biznes ka vështirësitë e veta. S'ka biznes. Sa më i vështirë të jetë një biznes, unë mendoj që aty e gjen pasionin dhe bukurinë. Prandaj them që edhe ai biznes që unë sot bëj ka pak lidhje me këtë. Sepse i përket gjithmonë botës së të bukurës, i përket femrë, përgjithsisht Patjetër. klasifikimi është edhe për meshkujt, po femrat janë ata që Sigurisht. blejnë më shumë ato klientët kryesor të tut edhe të mit në këtë rast. Në rastin e femrës ka një problem. Femra kur shkon të blej vetë detyron veten, kur shkoj të blej bashkë me bashkëshortin detyron bashkëshortin. Sa e vështirë është për një të ri sot të bëj biznes? Në 2025 në tregun shqiptar. Kohët kanë ndryshuar dhe mendoj që është e vështirë. Sot është mjaft e vështirë. Është nga konkurenca apo këtë vështirësi ti e gjen nga Shumë arsye. mos pasura të ardhurave apo mos dëshira e vetë të rinjve sot për të bërë biznes? Shumë arsye. Një ndër arsyet më të mëdha që mendoj unë është e pamerituara që një pjesë ecin shumë shpejt dhe ju a zënë rrugën atyre që vërtet kanë pasionin dhe dëshirën. Këtë e kam hasur të shumë të ri dhe ndjej një keqardhje të brendshme. Kjo është një vështirësi. Kjo është vështirësia më e madhe. E dyta është konkurrenca. Konkurrenca është bërë shumë e fortë në të vend. E treta, mos shkollimi i duhur. Ky është një ndër defektet kryesore të rinisë sot. Unë mendoj këto që të reja përbëjnë një amalgam të tillë që për rinin e sotme është bërë shumë e vështirë. Kjo është edhe dëshira për aq sa do mundemi sigurisht sepse ne nuk kemi në dorë gjithçka, por në atë të voglën ton po bëjmë për hapjen e shkollave profesionale apo edukimin në shkallë të gjerë. Sigurisht unë e bëj për sektorin ku jam edhe kaq mundem në këtë moment për të edukuar, por që mendoj që dija është ajo që do ndryshojë ndër vite, që ne duke përqafuar më shumë dije do kemi mundësi dhe të gjejmë mbas edhe vetveten, sepse ky sektor pa dëshirë dhe pasion është i pabëshëm dhe mendoj që kjo e përfaqëson të bukurën edhe në mënyrë të ndërsjell do sjellë zhvillim në vazhdimsi në vite. Unë prandaj e përmenda këtë të fundit sepse duhet të jem e para i ndershëm me veten time në ata që thënë. E vërteta është që lë shumë për të dëshiruar pasioni i të rive për të thithur dije.
kjo më vret shumë. Do bëje ti ndonjëherë përsëri ose në mendjen tënde një qendër estetike, do t'i riktheheshe përsëri? Në qoftë se vjen ajo arsye e dytë së parës mbase Do ktheheshe ndonjëherë për të investuar. Mbase anglezët thot never say never. Kur mos thuaj kur edhe. Patjetër. Po, unë e gjej vazhdimisht se ju jeni një person që në mënyrë të vazhdueshme investoni për të bukurën edhe vetja juaj, edhe në shërbime, dhe në mendje është e vështirë që tek meshkujt ta gjesh këtë lloj pasioni për të bukurën. Mbase edhe për faktin që ju e keni pasur si qendër. Dhe kjo në vështirësi për ta kuptuar si botë tek meshkujt dhe përgjithsisht janë drejtuar drejt femrave. Po tek ju unë kam parë vazhdimisht që investoni për këtë sektor. Po, unë jam munduar, është diçka që më pëlqen. Dhe jo, ngaherë pasioni nuk ka shumë lidhje me të ardhurat ekonomike. Është armiku, bile pasioni ngaherë kthehet në armik i kësaj gjëje. Kur më thonë pse bën qendra, se tani duke kaluar fronterat në franchising dhe duke hapur qendrat e të reja, çuditërisht nuk dim të bëjmë as të vogla dhe të gjitha janë të mëdha. Për një arsye për një tjetër po zhvillohet dhe tani hapet edhe pika e 5 e Crown Plaza Durrës që do jetë nëse në disa dimensiona ajo do jetë më shumë spa se sa një qendër mjekësore estetike. Por më thonë që shiko po pse e bën? Po të bëj llogarit, unë asnjëherë nuk do di të hap një qendër. Edhe është përgjigjen më. Kjo është përgjigjen besoj që edhe shumë. Asnjëherë nuk do bënim biznese për para, to nuk bëhen për para, vetëm për pasion. Është pasioni. E thash, pasioni ngaherë është armik i të ardhurave monetare. Është ngaherë. E kam provuar në veten time, nuk ka nevojë. Unë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për që ti u bëre pjesë edhe që ndave me mua një eksperiencë që çuditërisht nuk kemi pasur kohë që ta flasim kur duhet ta flisnim. Por sot kam me dëshirë shumë të madhe ndajmë bashkarisht këtë histori. Duhet të them edhe diçka tjetër që më ka bërë përshtypje disa herë që kam marrë në nivelin që keni arritur ju të trajtimeve teknologjike në fushën e lazerit është kufi pa kufi, fronter vërtet. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit për thesë.